Siç po e shihni, jemi në veri të Kosovës, pikërisht tek liçeni i Ujmanit. Burimi kryesor i këtij uji vjen nga rrjedha e lumit Ibër. E deklarata e fundit e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili mendon ta ndrojë rrjedhën e këtij uji, ka ngjallur debat të madh në rajon. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, tha se uji nuk mund të përdoret si instrument i presionit politik apo si mjet për ndëshkimin e një vendi apo popullsie tjetër. Ai theksoi se Shqipëria mbështet fuqishëm të drejtën e Kosovës për siguri, zhvillim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e burimeve të saj ujore. Ndaj kësaj deklarate reagoi shefi i diplomacisë serbe Marko Đurić, duke thënë se Serbia do të vendosë vetë se si do t'i menaxhojë burimet e saj natyrore. Një nga arsyet sipas tij është se qytetarët serb në Kosovë po maltretohen, e ne sot kemi ardhur të shohim se çfarë ndikimi mund të ketë devijimi i këtij uji. Për autoritetet e Kosovës, ideja e ndryshimit të rrjedhës së Ibrit është absurde, kërcënuese dhe shoviniste. Pra, Ibri që mbush këtë liçen artificial, nëse devijohet, fillimisht ka me ndiku njëjtën e qytetarëve lokal. Lumi Ibër, rreth 270 km i gjatë, buron në mal të zi, kalon nëpër Serbi, hyn në Kosovë ku rrjedh për rreth 82 km dhe më pas rikthehet në Serbi. Ai furnizon me ujë liçenin artificial të Ujmanit, i cili shtrihet në zonën kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rreth 2/3 e liçenit ndodhen në territorin e Kosovës. Liçeni furnizon me ujë të pishëm disa komuna, përfshi Mitrovicën, Vushtrem, Prishtinën e të tjera, dhe shërben për ujitjen e tokave bujqësore në rrafshin e Kosovës. Përmes hidrosistemit Ibër-Lepenc, ujë nga Ujmani dërgohet për ftohjen e termocentraleve Kosova A dhe Kosova B në Obiliq. E pa këtë ujë, prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë do të vështirësohet. Në vetë digën e Ujmanit ndodhet edhe një hidrocentral tjetër, i cili shfrytëzon ujin e lumit për prodhimin e energjisë elektrike. Ne provuam të flasim me qytetarët e veriut të Kosovës, të njëjtët nuk pranojnë të dalin para kamerave, por secili prej tyre beson që këto thjesht janë deklarata politike dhe nuk besojnë që do të ndryshojë rrjedha e lumit Ibër. Për këtë, edhe Departamenti Amerikan i Shtetit reagoi duke i thënë radios Evropa e Lirë se paqja dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor janë prioritete të Shteteve të Bashkuara. Ndërkaq, Bashkimi Evropian paralajmëroi se deklaratat e zyrtarëve serb nuk kontribuojnë në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, proces që është kusht për përparimin e të dy vendeve drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.